Në këtë prezantim do të keni rastin të mësoni për vlerën absolute të numrave me shenjë. Shohim pikat A me koordinatën -4 dhe B me koordinatën 4. Këto dy pika, pra A dhe B, janë njësoj të larguara nga origjina O e drejtësës numerike. Do më thonë distanca e sëses nga këto pika nga origjina e drejtësës numerike është 4. Pra, kjo distancë e pikës A nga pika O dhe kjo distancë e pikës B nga pika O është e barabartë me 4. Kjo distancë me një fjalë quhet vlerë absolute e numrit 4 gjithësisht e numrit -4. Vlera absolute e -4-shit qenë ka e barabartë me 4 dhe vlera absolute e numrit 4 është e barabartë me 4. Pra vlera absolute përkufizohet si distancë e pikës B gjithësisht e pikës A në shembullin ton nga origjina e drejtësës. Duhet të theksojmë se vlera absolute e çdo numri të ndryshëm nga 0 është numër pozitiv. Të cekim gjithashtu se vlera absolute e numrit 0 është e barabartë me 0. Të marrim tani shembullin 1. Vlera absolute e numrit -5 është e barabartë me 5. Vlera absolute e numrit 3/4 dhe vlera absolute e numrit -7/4 është e barabartë me numrin 7/4. Marrim tani shembullin 2. Nën A të njësojmë vlera absolute e -7 minus vlera absolute e numrit -3 është e barabartë. Vlera absolute e -7 është 7, pastaj përshkruajmë shenjën minus. Vlera absolute e numrit -3 është 3, baraz 7 minus 3, 4. Nën B, vlera absolute e -9-qit shumëzuar me vlerën absolute të -5-qit është e barabartë me 9, sepse vlera absolute e -9-qit është 9, shumëzuar me vlera absolute e -5 është 5, baraz me 9 herë 5, 25. Marrim tani shembullin 3. Të zgjidhet ekuacioni vlera absolute e x baraz me 3. Duhet të kemi parasysh se x mund të jetë 3 apo -3, sepse vlera absolute e -3 është e barabartë me 3, por edhe vlera absolute e 3 është e barabartë me 3. Pra x mund të jetë -3 apo x mund të jetë 3. Me një fjalë, x i ka dy mundësi, të jetë -3 ose x të jetë 3. Në të dy rastet vlen ky barazim. Pra ekuacioni vlera absolute e x-it barazim me 3 i ka dy zgjidhje, x barazim me -3 dhe x barazim me 3. Pasi që i kemi dy zgjidhje, mund të shënojmë edhe x1 barazim me -3 dhe x2 barazim me 3. Do të marrim tani shembullin 4. Të zgjidhim ekuacionin vlera absolute e x-5 baraz me 8. Pasi që e dim se vlera absolute e 8 është e barabartë me 8 dhe vlera absolute e -8 është e barabartë me 8, atëherë kjo nënkupton se x-5 mund të jetë 8, por x-5 mund të jetë edhe -8. Pra, x-5 mund të jetë 8, ose x-5 mund të jetë -8. Duke u ashtuar -5 të dy anëve, i bie që -5 kur del në anën tjetër e ndron anën dhe ndron shenjën, pra x barazim me 8 plus 5 dhe x barazim me 13. Në anën tjetër kemi x barazim me -5 kur del në anën tjetër e ndron anën dhe ndron shenjën, pra -8 plus 5 dhe x është e barabartë me -8 plus 5 bëjnë -3. Pra përfundimisht, ekuacioni i dhënë
Vlera absolute e x minus 5 barazim me 8 I ka dy zgjidhje. x1 barazim me 13 dhe x2 barazim me minus 3. Do të marrim tani shembullin 5, të provojmë të zgjidhim barazimin vlera absolute e x baraz me minus 5. Pasi që vlera absolute e çdo numri të ndryshëm nga 0 na jep numër pozitiv, atëherë ekuacioni I dhënë nuk ka zgjidhje.